Të përshëndetje për gjithë, ne ishim në takimin e ftuar nga kryeministri Albin Kurti dhe njëkohësisht kryetari i Lëvizjes së Vendosjes. Fryma që ndisundoi gjatë diskutimeve të shumta, kishte disa nga përfaqësuesit që titulluan si farsë në takim të tillë, mirë po një epitet të tillë këtij takimi e dhanë ende pa u futur në diskutime dhe propozime nga disa pjesëmarrësit. Në funksion të kësaj ka pas disa propozime për rrugëzgjidhje, dy prej të cilat do besoj që pas nesh konferencë para jush do të kryeministri dhe kryetari i Lëvizjes së Vendosjes, i cili ka ofruar dy opsione si rrugëzgjidhje për daljen nga kjo situatë posaçërisht nga pas vendimit të gjykatës kushtetuese rreth situatës së krijuar në Kuvendin e Kosovës, e cila sipas bindjes time nuk është edhe ka ofruar ndonjë rrugëzgjidhje se si të ecë. Pavarësisht kësaj, mendoj që nuk duhet me qenë pjesa e fantomës së dëshirës se si interpretohet një akt gjykimi i gjykatës kushtetuese, për shkak se janë disa tema për të cilat anëtarët e gjykatës kushtetuese presupozoj që duhet me pas parasysh posaçërisht afatin 30 ditë, për shkak se ne jemi të devotshëm që kanë kaluar 30 ditë nga tentativa e parë në datën 15 prill kur ne kemi filluar përpjekjen e parë për të themeluar institucionet këtë rast të përzgjedhur kryetarin.